Dashta me të pyet që a ke ardhur me prit kurbeqart, a për çka je në aeroport? Jo, në aeroport këtë punoj ka pak, jam si taksist i aeroportit, po edhe i përcjell me gërbeçar, ku vinë e shkojnë, në ndyon të i përcjell, me edhe të shkurt edhe këta që vinë. Apo mendon që sot kurbeqart kanë me ardhur për me votua për çfarë? Nuk besoj që vjen ardhë numër i madh i gërbeçarëve për me votu, se jem na për me votu, na vendosmi për fatin tonë, nuk na vinë për ata me ardhë me votu për neve. Kurse ata kanë jetën atje, na e kemi këtë, na do të me vendos për vetveten. Po, a mendon që çfarë shlet e kanë marrë vesh kurbeqarët që për çdo 100 euro që na kanë jep për shembull, që duhet me ardhë me votue, duhet kurbeqarët me vendos për Kosovën tu? Po ja, nuk besoj nga tash molli para Dheut gjithçka, ama dëshira edhe imponimi më na imponu neve për me votu nuk është një të arsyeshme se na jetojmë jetën këtë. Kurse ata vinë mbi 1 ose 2 herë në vit, edhe tash më na imponu jetën, është opsione me shku atje, më javë imponu jetën aty, nuk është e drejtë. Po duket e drejtë që e kanë shtrejtu edhe biletat për me ardhë me votu? Po nëse i kanë shtrejtu biletat, Albin Kurti jam ka qitë 2 milion euro për me mujtë me ardhë me votu Albin Kurtin. Okej, e ti për kënë je, për kënë kime votu? Unë jam për Hashimin, Kadrien, edhe Pëdykën, Regjen edhe Bacin Kup. Unë jam për këta që e kanë bo shumë, sa në kanë bo për këtë ben, edhe dorë zotit në shohër ma shpejt se këta kanë me i këtirë të krejtë.